E Ali Demaj 53 vjeç, E Ali Demaj 50 vjeç, G Ali Demaj 53 vjeçe dhe N Ali Demaj 47 vjeçe, të gjithë anëtarë të një familje, humbën jetën brëmpas mesnatë në aksidentin që ndodhi në rrugën magjistrale Prishtinë-Mitrovic. Pikërisht në këtë vend, brëmpas mesnatës ndodhi aksidenti fatal në të cilin humbën jetën 4 persona, 2 gra dhe 2 burra. Nga ky aksident shpëtoi vetëm një person i moshës 17 vjeçare, i cili u dërgua në gjendje të rëndë për trajtim mjekësor në QKUK. 3 prej të aksidentuarve kanë vdekur në vendin e ngjarjes, ndërsa 2 të tjerët janë dërguar në klinikën emergjente të QKUK-s, por njëri prej tyre nuk u ka mbijetuar plagëve. Në klinikën emergjente janë pranuar 2 të lënduar. Një femër e moshës mesatare, e cila është konstatuar vdekja nga mjekët e emergjencës, ndërsa i lënduri i dytë është ofruar kujdesi emergjent mjekësor me masa të reanimatore, diagnostike, laboratorike, me konsulenca mjekësore dhe pas trajtimit mjekësor është dërguar për trajtim të më të tjershëm në mjekimin intenziv qendror. Në mjekimin intenziv thonë se gjendja e riut 17 vjeçar vazhdon të jetë e rëndë. Përgjithësa nuk mund të flasim sepse është herët, gjendja është mjaft e rëndë, por në aspektin hemodinamik është stabil momentalisht. Kemi bëjmë me lëndimet të mushkërive, gjakdera në mushkëri, lëndimet shumë fisht të brinjve, pra thyrje të brinjve, një lëndim të kërdhoklës së majt, ende nuk dihet për shkak se duhet të përsëritet CT-ja e kokës, nuk dihet a ka lëndime në tru apo jo, thjesht duhet të kalojë një kohë për të vërtetuar. Pra lëndimet janë të shumë fishta, por që shpresojmë që ndoshta me kohë do të riparohen. Në Policinë e Kosovës thonë se ka dyshime që aksidenti ka ndodhur si pasojë mospërshtatjes së shpejtësisë me rrugën. Sipas vendshqyrtimit që ne si polici ekzaminimit të vendit ngjarjes e rezulton që autometi ka qenë në një shpejtësi jashtëzakonisht madhe, e ka humb kontrollin mbi autometin, me rast është ndesh në mbrojtje të rrugës dhe ka përfundu në gjelbrim dikun nga pika goditse llogaritë dikun që ka fluturu dikun rreth 53 metra. Në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se numri i të aksidentuarve që ndrojnë jetë në emergjencë është i madh. Për natën e mbrëmshme 16 i kemi pas të lënduar, po brenda 24 orëve lëviz prej 22 deri në 34 të lënduar. Duke mos ju anashkaluar, dhe më thanë vetëm për qershor, kemi një të vdekur në aksident në komunikacion, ndërsa për muajin korrekt kemi 5 të vdekur në klinikën emergjente. Ndërsa vetëm në rajonin e Prishtinës gjatë periudhës janar korrekt në aksidente trafiku kanë humbur jetën 19 persona. Vitin e kaluar kanë humbur jetën 20 persona, këtë 6 mujor, kurse deri më tani kemi vetëm një më pak, 19 persona. Aksidentet janë 19-16, kurse personat vetëm një ka humbur jetën më pak. Trupat e pajete viktimave nga aksidenti brëmshëm janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Ndërkaq Policia e Kosovës po vazhdon të ndërmerr veprime hetimore për të sqaruar plotësisht rrethanat e këtij aksidenti tragjik.